Janë zbardhur detaje të reja për vrasjen tragjike të picirit Indrit Islamllari, i cili u qullua disa herë me thik nga kolegu i tij, Filip Shehu, brenda lokalit City Lounge pranë kompleksit Kika 2. Sulmi u krye me një thik kuzhine Tramontina, ndërsa viktima humbi jetën në vend. Autori është arrestuar dhe ka pranuar krimin, duke shfaqur pendes gjatë marrjes në pyetje. Në dosjen hetimore është përfshirë edhe dëshmia e punonjësit Artur Fejzulla, i cili ka treguar moment pas momenti ngjarjen dhe përpjekjet e tij për të ndaluar autorin. Ai ka shpjeguar se në kuzhinë ndodheshin 3 persona: ai, Indriti dhe Filipi, ku një nga punonjësit e kuzhinës kërkoi pak proshut. Indriti i tha t'ja merrte vet, çka përkoi me momentin kur Filipi, i irrituar, goditi me thik shokun e tij të punës, duke thënë: "Do ta vras se na ka çar." Fejzulla tentoi ta ndalonte agresorin duke i kapur dorën, ndërkohë që Indriti ra në tokë i plagosur rënd. Ai provoi t'i bllokonte gjakun deri në mbërritjen e ambulancës, por ishte tepër vonë. Sipas dëshmitarit, mes dy picierëve kishte pasur një debat pune 2 ditë më parë, pasi Filipi kundërshtonte shpesh instruksionet e Indritit. Hetimet vijojnë për të sqaruar motivin e plot të krimit.